A është më mirë të lexojmë Kur'anin me z apo pa z? Sigurisht se kjo është një çështje e cila dallon prej situatës në situatë, prej rrethanave në rrethana. Parimisht duhet ta lexojmë Kur'anin me z, nga se kemi një numër të porosive të pejgamberit që na nxit që Kur'anin ta lexojmë me z të bukur, që Kur'anin ta dëgjojnë të tjerët, që të përfitojnë edhe të tjerët prej Kur'anit e kështu me radhë. Mirë po, kemi edhe momente dhe rrethana kur Kur'anin e lexojmë pa z, aq sa ne e dëgjojmë vetveten tonë, dhe ndoshta kjo është ndonjëherë mënyrë dhe formë më e mirë që krahas leximit të Kuranit ne edhe të meditojmë dhe të analizojmë edhe kuptimet e ajeteve të Kuranit të cilat i lexojmë, por edhe të analizojmë dhe të nxjerrim urtësi dhe dobi nga ajetet përkatëse. Prandaj le të mbetet kjo çështje e cila definohet varësisht prej rrethanave dhe prej momentit. Ndërsa në parim Kur'ani duhet të lexohet me z, nga se pejgamberi alayhis salam shumë herë edhe ka lexuar Kur'anin dhe të tjerët e kanë dëgjuar nga ai, por kemi edhe shumë raste kur ka kërkuar prej shokëve të tij ata ta lexojnë Kur'anin, pejgamberi e ka dëgjuar, por edhe të tjerët të cilët ishin prezent në atë takim e dëgjonin leximin e Kur'anit nga pejgamberi alayhis salam. Ajo çfarë ne kemi nevojë sot, sidomos në kohën tonë bashkohore, kur mundësitë e teknologjisë moderne janë të shumta, që ne të kultivojmë dhe ta bëjmë shprehi në shtëpitë tona, në veturat tona, në ambientet e punës ku punojmë, ku kalojmë kohë të gjatë, të bëjmë shprehi që të dëgjojmë Kur'an, nga se ajo vetëm do t'i jep bekime dhe mirësi jetës dhe ambienteve tona ku ne e harxojmë jetën tonë. Allahu ju ruaj të gjithëve.